Kur ti je rahat me vetën tënde dhe me personin edhe nuk ndjen urrejtje ose Kur nuk arrin faljen e plot? mlef me personin tjetër, kjo është dim që falja. kena arrit faljen e plot? Kur ti e ke arsyetu edhe nuk ndjen asnjë lloj emocioni, as negativ, as pozitiv në raport me atë person, në raport me lëndimin që t'ka bo. Agan, si e din, vetëm pak, Pa tjetër, po. Agan, si e din që e ke arrit faljen, ja ke dhënë faljen e plot? Përderisa unë me vetën teme jam rahat, atëherë di që ja kun falë plot. Përderisa në momentin që nuk... Qëre, a di që është ideja, unë mendoj që ka falje edhe psikologikisht nështë, ka falje që lypin kohë. Qysh lypin kohë, unë po ta falish tash momentalisht, po nuk e di çka ndodh. Kur e sheti veten që nuk je shnosh, me çat falin cilën te e ke menu, që atëherë ja nis me kuptu që ti për një nuk e ke fal. Kur ti e she që po thot je shnosh, që atëherë rëndësi ka që na me rujt veten, mas shumë ti, domethënë ka rëndësi që unë mendoj që me faljes shumë ta njëri harron veten. Edhe nuk e dëm veten e vet, në këtë rast me faljet shumëta, jo përkundrazi. Falja është dashnia më e madhe që mund është ti me bo vetit. Nëse ti nuk fal, ti je peng i asaj lëndimit edhe peng i asaj tradhtie. Kjo nuk do të thotë se ti ki me vazhdu në të njëjtën mënyrë edhe me pa atë person njëjtë me ato minusat, si thash, në vend plusi që ka pas ti kini minus për ta, po ajo që ka është me rëndësi si ti si individ je shumë i fort në momentin që ti ke arrit me qenë shumë komod me sa do që të ka lëndu me vetën tonde në raport me atë individ. Do me thonë, këtu duhet pse të mendësia jonë edhe prandaj po du shumë e cik më ju tregu njerëzve si fuqia më e madhe në individit edhe inteligjenca më e lartë në aspektin emocional është kur neve e ruajmë veten nga këto lëndimet, nga këto emocionet, edhe largojmë këtë mlefin edhe këto ndjenjat e këqija. Që do të thotë, neve i pranojmë njerëzit ashtu si që janë, me të metat dhe me të mirat e veta, pa tjetër, gjithashtu e pranojmë realitetin e jetës, si jo gjithmonë neve kemi mu trajtu që shdojmë për i njerëzve, po kjo me qenë një farloj leksioni në mënyrën se si neve kemi me vazhdu raportet me të tjerët. Prandaj, mendoj si kjo është shumë e rëndësishme dhe është këgja fort. Nëse 5-6 herë ja fola. Atë gabimi është ti ja ke fol me vete, po ti nuk e toleron mo me ndodha jo 5-6 herë. Apo i bjen që kja rru vete nëse ti ja fol. Jo, kjo nuk ka qenë falje, po më vjen keq, nuk ka qenë falje. Se në momenti si ti toleron, prap nuk e vlerëson, ose nuk e rrit si individ, në qitë kuptim, po du me thonë, se ti nuk e arrit me vlerësu atë person si që duhet, sepse ti nuk muna me vlerësu një individ para tradhtis edhe mas tradhtis njëjtë. Është absurde,